Zoti Merkoçi, një nga pikat që diskutohet shpesh së fundmi është edhe ajo sa i përket takimit sekret në Aruba, ku Spaku ka nxjerrë disa detaje së fundmi. Në këtë rast, a mendoni se takimi i Arubës, ku mendohet se janë takuar midis tyre eksponentë të krimit organizuar dhe përfaqësues të qeverisë së kryeministit Edi Rama, dhe në këtë rast a mendoni se ky takim, detajet e këtij takimi dhe dosja që mund të kopësidhet më pas mund të jetë fundi për Edi Ramën? Jo, në Aruba nuk është se ato incizime apo gjëra i ka bërë Spaku apo i ka bërë Shiku shqiptar. Ato i ka bërë FBI-a, ka pas njëri të bler atje, i cili ka bërë gjithë incizimet apo filmimet e Arubës. Kështu që është personi i FBI-s apo ideas amerikane e cila ka arritur të bëj zbulimin e Arubës. Dhe gjithë materiali ka arë në Shqipëri. Në një emision kemi diskutuar duke të bashku, kam thënë që dosja e Ramës është e gatshme në SPAK, pikërisht për atë sepse amerikanët e kanë sjellë të gatshme në dosjen. Kështu që i takohet SPAK-ut të vepronte, jo pa qëllim them që Rama të zgjedhë se ku do bëj burgu në Shqipëri apo në Amerikë, pikërisht për këtë lloj gjëje. Jo se Rama duhet bëj burgu në Amerikë, patjetër në mënyrë se kam qefull, themi. Por problemi është sepse Rama të gjitha veprimet që ka bërë i ka tingjizuar. Kthehemi prapë tek ajo pjesa e zhdukjes parave apo transferimit parave nga ana e Ramës, kur mendoni kur kanë arritur që të infiltrojnë personin e tyre brenda një organizate kriminale në takimet që ata kanë bërë në Aruba, llogariten domethënë se si kanë incizimet e tjera apo gjërat e tjera. Ata jo pa qëllim kur nxorën atë non grada të Sinaloas, jo pa qëllim nxorën fotografinë e Ramës me të në zyrë. Ata i kanë të kopësitur çdo gjë. Problemi është se kur e kanë plan, themi, Amerika për ta zhvilluar këtë aksion të kundër Ramës. Kjo është për të parë, dhe për sa kohë kemi një drejtësi e cila nuk vepron, megjithëse ka të gjithë materialet i kanë në dorë, nuk vepron. Tash një nga veprimet janë të Ronnie Fate, që është e çuditshme, domethënë një njeri hap në ÇKB një SHKP, dhe merr fluturimet, çdo thotë marri fluturimet në Shqipëri. Dhe është i vetmi aksioner. Nuk është shteti, megjithëse duhet të jenë 6 ministri të cilat duhet ta kontrollojnë. Absolutisht anashkalohen gjitha. Dhe Spaku hesht. Mi po hesht Spaku, po mos harroni se inteligjenca amerikane nuk hesht, nuk është se nuk i din të gjithë veprimet që bëhen në Shqipëri. Pra ne po them që pavarësisht se këta hapin kompanitë të ndryshme se i kanë kthyer si punë aty në matrushkave ruse. Nxirr një del tjetra, nuk i dihet se ku. Por gjithsesi fundorja dihet që është në Izrael, sepse Roni është izraelit, është i akuzuar dhe në Amerikë, në një kohë është akuzuar dhe në Amerikë, megjithëse ai se ka pranuar, por ka pas akuza dhe në Amerikë. Por kjo tregon hapët që Rama është i survejuar, Rama është i kontrolluar dhe Rama nuk mund të bëjë asnjë lloj lëvizje pavarësisht nga mënyrat se si ai do mundohet të blejë, të harxojë para për çdo gjë, për të shpëtuar në ndëshkimin e tij, por nuk ka për t'i arritur në mënyrë absolute, sepse është bërë aq e dukshme, aq e prekshme. Nuk ka shqiptar që nuk e di që Rama është i korruptuar. Nuk ka shqiptar që beson që Rama është njeri i pastër. Dhe kur flasin njeri i pastër, po. Nuk për një Më fal që po e ndërpres, por ju i numërohet me shumë të drejtë hap pas hapi, po themi rastet e Edi Ramës, gjë cilën duhet i sjell sërish në vëmendje. Kemi dosjen e Charles McGonigal, kemi lidhjet indirekte ku priti një nga antarët e Sinaloas në kryeministri, kemi rastin e takimit Aruba, apo raste tjera që mund mi kujtoni nëse i harroj.
Çfarë po vonon, pse po vonon Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundër Edi Ramës? Për faktin se është kryeministër dhe pret bjerë nga pushteti apo ka një skenar tjetër? Jo, ata nuk presin shumë se edhe ai në Venezuelë nuk priti që ta hiqin nga presidenti shkote të arrestohet, nuk ka lidhje fare kjo. Problemi është se kur është momenti I dur që amerikanët mund të bëjnë një veprim. Nuk e nisin kur kemi ne dëshirë. Ne dëshirë, apo shqiptarët nëse do ta bënin vetë, domethënë, unë jo pa qëllim kam thënë që dosit janë SPAK, gjitha dosit janë SPAK, Porti Durrësit është në SPAK, Butrindi është në SPAK, Teatri Kombëtar është në SPAK, Çesdia është në SPAK, ajo është në SPAK, të gjitha janë paketa maleve, ligjet e ndryshme janë në SPAK. E kuptoj, janë të dukshme, të prekshme, marrëdhëniet që Rama ka apo politika në tërësi ka me drejtsinë, e kuptoj, del gjykata kushtetuese që është mbrojtëse e kushtetutës, fundorja që mbron kushtetutën, dhe kur vjen punë I del në krah kryeministit në ligjet që ka bërë. Domethënë janë shkelje marramëndse në Shqipëri, nuk është se ne nuk kemi shkelje edhe po themi ka vetëm një. Këtu janë me thas, kudo që po Porti Durrësit është një nga ato që t'i haj kokën të gjithë këtyne. Po, madje ka pasur një reagim, ndjes që po e ndërpres, ka pasur një reagim madje të kreut të dhomës amerikane të tregtisë sa I përket Portit Durrësit, pra një përplasje direkte me Edi Ramën. Në këtë rast, siç ju e shprehet, a mendoni se kjo mund të jetë nyja gordiane që amerikanët mund të presin kundrejt Edi Ramës? Unë ja u kam thënë me kohë, viti që unë deklaroj dhe them që Porti Durrësit është pika që do ja haj kokën gjithë politikanëve shqiptarë, gjithë shtetarëve shqiptarë, të gjithë e kanë lyp dorën te ai port. Dhe gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit, pavarësisht se është Rama kryeminist, por ju them të gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit. Nuk është e pamundur që të prishet një port jo vetëm historik, po një port strategjik. Durrësit është pikë strategjike, nuk është thjesht një port. Nuk është thjesht se është edhe histori, por është një pikë strategjike, po ta shihni për Ballkanin, për sa I përket sigurisë, prandaj them që prek edhe sigurinë e NATO-s dhe të Amerikës. Sepse çkatrosh portin e Durrësit, ta qisësh në Porto Romano, ku Porto Romano nuk vlen për absolutisht, për as flasim sidomos për NATO-n, nuk vlen absolutisht. Dhe pse janë bërë këto, janë bërë thjesht për marrëveshje që kanë bërë palët mes tyre, për fitimet personale të njërit dhe të tjetrit, dhe sot kemi një port në Porto I cili nuk ka infrastrukturë, I cili është 2 herë apo 3 herë më I vogël se sa Porti Durrësit, nuk ka absolutisht asgjë, patjetër që do ketë përplasje, do dalë, përplasje do ndodhi. Dhe kjo përplasje ka dalë edhe më përpara, kur unë kam deklaruar që NATO ka deklaruar që Porto Romano nuk është projekti ynë. Dhe në hartën e NATO-s, Porti Durrësit nuk është Porto Romano. Kështu që do ketë një moment se kur, nuk di ta them se kur, por që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa I përket sigurisë kombëtare, sidomos për sa I përket sigurisë kombëtare, nuk të falin. Keni të bindur. Po, pa qëllim thash, për Sinaloa, që kur I dorën në ngrata dhe kanë nxjerrë fotografinë e Ramës me të në zyrën e Ramës. O me Gonigali nuk është mbyllur. Janë shumë çështje të cilat lidhen direkt me sigurinë amerikane. Droga është një nga pikat kryesore. Por mos harroni se jemi vendi ku politika, se dalim tek ajo pjesë ku thonin që kur do veproj, është vendi e cila jo vetëm politika, por tërë shoqëria, domethënë është e kapur nga Soros se këtu nuk ke ku ta vesh dorën. Nuk ke ku ta vesh dorën. Këto janë të gjithë implikuar me Soros, janë shoqëri civile, parti, shoqata, të gjithë financohen nga Sorosi. Edhe tek e fundit, edhe në mbledhjes në fund, Trump deklaroi luftë kundër marksizmit dhe leninizmit.
Sepse njerëzit duhet ta kuptojnë teoria e Sorosit dhe globalizmi dhe është marksizm, leninizm. Dhe kjo është e keqja e këtij vendi. Po, për të kaluar te takimi, për të kaluar te takimi i NATO-s, në fakt, a reflekton porti i Durrësit dhe gjithçka që ka bërë Edi Rama në raport me Aleancën Atlantikut Veriut, atë injorim që i bën në takimin e NATO-s në Ankara, ku Edi Rama ishte lënë kredi vetëm dhe lider të tjerë takonin presidentin amerikan Donald Trump? Dgjoj, çdo njeri mund ta komentojë si të dojë dhe mund të abuzoj duke thënë që jo ishte momenti, ishte një moment, ishte këtu. Ajo që flet më tepër tek takimi i NATO-s flet foto familjare. Në foton familjare Rama ishte vetëm. Nuk ishte as me Macronin, as me motrën e tij, me Lonin, me absolutisht asnjë. Dhe ishte në fund fare ishte i vetëm. Dhe këta u munduan që atë foton zyrtarët ta paraqisin sikur Rama erdhi, domethënë ja ku është në qendër saj, në të njëjtën kohë që foto zyrtare dhe është me rregull, në rëndësi se kush do jetë. Por Rama u anashkalua nga të gjithë liderët e vendeve të NATO-s, sepse të gjithë liderët e vendeve të NATO-s e kanë informacionin për sa i përket situatës në Shqipëri, pavarësisht nga deklaratat që mund bëjnë disa veri apo Bashkimi Evropian apo Këshilli i Evropës nëpërmjet të majtëve të tyre pro Ramës, por pjesa zyrtare të themi është e bindur në atë çfarë Rama ka bërë. Dhe është e bindur që një nga pikat se ne të vetmin gjë që mund t'i afrojmë reale NATO-s është porti i Durrësit. Shumë kush thotë që është Kuçova, unë po ja u deklaroj që Kuçova nuk është pikë strategjike për NATO-n, për një arsye të vetëm se atje ka më se 25 vjet që kompanitë ruse bëjnë shpime. Është e pa llogaritshme të jetë Kuçova. Kurse porti i Durrësit është pikë, sepse është edhe pikë pritse, pikë shpërndarëse për NATO-n, pra për të gjithë strukturën e NATO-s për të kaluar në Ballkan. Kështu që prandaj them që porti i Durrësit është